vigjon operacioni policor i koduar Stolen Line, ku autoritetet në Tiranë kanë goditur një tjetër rast të trafikimit të automjeteve luksoze të vjedhura jashtë vendit dhe të futura për shitje në Shqipëri. Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të palishme në DVP Tiranë, pas një pune hetimore të zgjeruar, kanë identifikuar disa persona të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, duke proceduar penalisht 2 prej tyre dhe shpallur në kërkim 2 të tjerë. Sipas hetimeve, shtetasi SC është proceduar penalisht pasi dyshuar se ka trafikuar një automjet tip Jeep, i vjedhur në Itali, me qëllim shitje në Shqipëri. Shtetasi EC është proceduar për trafikimin e një automjeti Range Rover, i rezultuar i vjedhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë janë shpallur në kërkim EJ, i dyshuar për trafikimin e një automjeti BMW, i vjedhur në Gjermani, RR, i dyshuar për trafikimin e një automjeti Seat Cupra, i vjedhur në Itali. Në kuadër të operacionit, policia ka sekuestruar 4 automjete luksoze, me një vlerë totale që shkon rreth 200.000 euro, të cilat dyshohet që ishin futur në tregun shqiptar për të shitur në mënyrë të palishme. Operacioni Stolen Line mbetet në zhvillim, ndërsa strukturat hetimore po punojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë dhe për zbardhjen e plotë të kësaj skeme trafikimi ndërkombëtar. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.